gjitha këto janë ato karakteristikat e karakterit edhe e moralit shqiptar. Kjo histori e shpëtimit e ebrejve në Shqipëri, po flas pikës pare Shqipëri, sepse ndërlidhet edhe me Kosovën pastaj, ka fillu kur në vitin 1990, Tom Lantos, kongresmeni amerikan dhe Diogardi, Joseph Diogardi, kanë vizitu Shqipërinë për herë të parë që kanë ardhur dy kongresistë amerikanë në Shqipëri. Dhe Ramiz Alia, gjatë bisedës, ju tregon se ekziston një file, një arkive madhe për dokumentesh për shqiptarët të cilët i kanë shpëtuar ebrejt në Shqipëri. Dhe ja u jep tonat kompletin e dokumentacionit, të cilin ata pas disa dite e dërgojnë në Muzeumin e Holokaustit në Yad Vashem. Edhe unë e kom shku me temin e kom pas shoferin, posaçëm, edhe i kom shku pa lejem i marrë ata. E kom marrë atë Salamonin me grunë e vetë, e shoferit tim i kom thonë, vina në Kaçanik ka fill kufini. Nisja për para ja 5 metra miro Boris, aty ka pas rampo, edhe mos u nal hiç. Na qelin, në ta thyr, edhe dojnë.